إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وبعد Falendrimet, lavdërimet, adhurimet tona qofshin për Allahun krijuesin absolut. Paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi të dërguarin ton Muhammedin alayhi salam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin shembullin e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar besimtar, udhëzoj veten dhe juve që t'i friksohemi Allahut të lartësuar me frikën që ai meriton dhe të falenderojmë për dhuntinë më të madhe të cilën ai na ka udhëzuar, e kjo është fjala La ilaha illallah, dhuntia që Allahu ja ka dhënë çdo kujt që ka besuar dhe ka dalluar banorin e xhenetit me këtë shprehje. Kjo është fjala më madhështore që ka njohur njerëzimi, fjala e shpëtimit, fjala e sinqeritetit e çelësi i xhenetit. Për shkak të saj Allahu Azza wa Jall ka krijuar të gjitha krijesat. Ka dërguar gjithë të dërguarit e tij, ka shpallur libra dhe ka bërë që njerëzit të ndahen sipas kësaj fjale. Ata të cilët e vërtetojnë atë do të quhen besimtar, ndërsa ata të cilët e mohojnë një gjë të tillë do të ngelen pa besimtar. Ky është misioni i të gjithë pejgamberëve të Allahut, të cilët e kishin mision të përbashkët realizimin në praktik të kësaj fjale. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Allahu i drejtohet të dërguarit sallallahu alaihi wasallam duke i thënë: ne nuk dërguam asnjë të dërguar përpara teje, përveç se i kemi shpallur atij se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç meje, andaj më adhuroni mua. Kështu Allahu Azza wa Jalla udhëzon të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salam, i dërguari i fundit, gjë që e fakton misionin e përbashkët të cilët ne kanë pas të gjithë pejgamberët e Zotit. Ky ishte misioni i Nuhit alayhi salam, misioni i Ibrahimit alayhi salam, misioni i Musës alayhi salam, misioni i Isës alayhi salam dhe misioni i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe të gjithë pejgamberëve të tjerë. Një ditë prej ditëve Ebu Hurajra radhiyallahu anhu e pyet të dërguarin alayhi salam dhe i thot: Ja Rasulullah, men as'adu an-nasi bi shafa'atika yawm al-qiyamah. Kush është njeriu më i lumtur ditën e gjykimit me ndërmjetësimin tënd? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i përgjigjet atij duke i thonë: As'adu an-nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illa Allah khalisan min qalbih. Njeriu më i lumtur me ndërmjetësimin tim është ai i cili ka thonë la ilaha illa Allah duke qenë i sinqert me zemrën e tij. Pra kjo fjalë ka buruar nga thellësia e zemrës dhe gjithashtu është realizuar me gjymtyrët e tij. Po ashtu në hadith tjetër pejgamberi alayhis salam ka treguar se fjala e fundit e kujt është fjala la ilaha illa Allah do të hyjë në xhenet. Ka treguar se kjo shprehje, kjo fjalë në momentet e fundit kur njeriu del nga kjo dynja do të ketë peshë të madhe dhe do të jetë sinjal i fortë për atë person i cili del e përfundon i mbyll sytë e tij dhe mbyll jetën e tij nga kjo dynja me këtë shprehje. Të gjithë ata të cilët e kanë
këtë shprehje në gjuhën e tyre të fundit nga kjo dynja, këta janë banor të xhenetit. Kjo është e përbashkëta e tyre. Gjithashtu ka treguar i dërguari sallallahu alaihi wasallam se inna Allaha harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah. Allahu ka bërë haram zjarrin për atë person i cili thot la ilaha illa Allah. Nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë pas Allahut. Dhe me këtë fjalë synon me arrit kënaqësinë e Zotit, ky njeri do të jetë i siguruar nga zjarri i xhehenemit, Allahu na ruaj. Kjo fjalë të nderuar besimtar peshon shumë rënd në ditën e gjykimit peshore tek Allahu. Musa alayhi salam, si i dërguar i Zotit, i drejtohet Allahut të lartësuar me një kërkesë. Thot, o Zot, më mëso diçka me të cilën unë do të dallohem nga njerëzit e tjerë. Përmes asaj shprehje, përmes asaj fjale, kem të drejtën që të lutem dhe dallohem nga njerëzit e tjerë. Allahu i thot Musa alayhis salam, thuaj la ilaha illallah. Thuaj se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë pas Allahut. Musa alayhis salam i thot, o Zot, kjo është një fjalë të cilën krejt njerëzit e dinë, krejt njerëzit e thojnë. Pra nuk është diçka e veçantë që ti po më dallon nga të tjerët. Këtu Allahu i lartësuar i thot, o Musa, sikur qiejt, 7 qiejt, dhe çka ka në to, përveç meje, dhe 7 tokat të vendoseshin në njërin anë të peshorës. Dhe fjala la ilaha illallah në anën tjetër të peshorës, fjala la ilaha illallah të gjithë kësaj peshe të rënd do t'ja mundte vetëm kjo fjalë për shkak të rëndësisë dhe madhështisë së saj që ka tek Allahu i lartësuar. Në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tregon një nga skenat e ditës së gjykimit. Një hadith që ndoshta edhe dëgjohet për herë të parë, është hadithi ku pejgamberi alayhis salam ka treguar se del një person përpara Allahut të madhruar. Dhe ati i shfaqen 99 regjistra të veprave të këtij të këqija me mëkate. Pra janë 99 regjistra të cilat një regjistër nuk mund njeriu me e përshkruaj me shikimin e tij çaq i madh është. Pra një regjistër ka madhësi të jashtëzakonshme. E krejt që ajo që syni nuk e kap dot. Për shkak të madhësisë së tij që ka, imagjinoni edhe 99 janë komplet. Qasi regjistra me këtë madhësi, të gjitha janë të mbushura me mëkate. Dhe njeriu del para Zotit duke i pa veprat e tij të këqija. Allahu e pyet, i thot, o robim, a ke ndonjë të mirë që e ke bë? Ky njeri i tronditën nga këto të këqija që po i sheh, me këtë madhësi të këtyre regjistrave, nuk flet, hesht dhe nuk shprehet. Atëherë Allahu i drejtohet duke i thënë se sot ne nuk të bëjmë padrejtësi. Dhe sillet një kartë e vogël, kartë në të cilën shkruhet diçka shumë e madhe. Kartë në të cilën shkruhet fjala la ilaha illallah. Dhe pastaj që të gjitha këto 99 regjistra vendosen njërin anë të peshorës. Ndërsa kjo kartë ka që vogël, ka që thjesht mirë po, shumë përmbajtësore në veten e saj, duke bartur fjalën la ilaha illallah. Ndërsa në disa transmetime duke bartur shahadetin me 2 dëshmit, vendoset në anën tjetër të peshorës. Dhe fjala la ilaha illallah i mund të gjitha këto 99 regjistra me këtë madhësi të jashtëzakonshme, i mund dhe peshon maron kjo fjalë. Kujt i bën dobi kjo fjalë? I bën dobi atij i cili e ka jetësu këtë shprehje. Jo thjesht e ka thonë. Jo thjesht ka nejt me të sprit duke thonë la ilaha illallah, ndërsa krejt vepra e tij është në kundërshtim me atë që është duke shpreh. Po të ishte kjo fjalë që kryen punë veç me shprehje, atëherë kjo fjalë do t'i bënte dobi edhe munafikëve të kohës së pejgamberit alayhis salam.
Mirpo ata janë përgjithmonë në zjarrin e xhehenemit për shkak se kanë mfshirë diçka që të kundërtën e saj e kanë shfaq. Po të ishte kjo fjalë thjesht një shprehje e cila thuhet dhe njeriu t'i bën dobi atëherë mushrikët e Mekës, akraballahu i pejgamberit alayhi salam do ta thonin këtë fjalë, mirëpo ata nuk pranuan ta thonin këtë shprehje, sepse e dinin çfarë përmban ajo në vete. Dhe këtë për shkak Allahu duke thënë se kur atyre i thuhet thuni la ilaha illallah yastakbirun, ata tregohen me ndjemdhej, kryeneç, nuk dojnë pranu këtë fakt. Për çfarë arsye? Për shkak se po the la ilaha illallah, ti e njësove Allahun e lartësuar. Tha se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet me të drejtë pos Allahut të madhruar. Andaj fjala la ilaha illallah, kjo është mirë më mbajt shumë mend, përbëhet prej dy shtyllave. Shtylla e parë ka mohim, ndërsa shtylla e dytë ka pohim. Kur ne themi la ilaha, nuk ka zot, këtu e kemi për qëllim mohimin. Cilin mohim? Mohimin e Zotit, pra më shëndru në ateista, jo, s'është ky qëllimi. Por ne, kur i mohojmë zotat, kemi për qëllim të gjithë zotat e kotë, që njerëzit me ndjelet marrin ata për t'ia adhuruar, ne i hedhim poshtë dhe themi se ata nuk meritojnë adhurimin. Illa Allah është pjesa pohuese. Kur ne e pohojmë njëshmërinë, njësimin, veçimin e Allahut të madhruar. Dhe kështu përbëhet prej këtyre dy shtyllave përbëhet dëshmia jonë, kjo dëshmi e fuqishme e cila njeriu do ta bëjë meritor të xhenetit, do ta bëjë përgëzues dhe do ta bëjë përfundues në vendet më të larta të cilat Allahu i ka garantuar për njerëzit të cilët e mbyllin jetën e tyre duke jetësuar, duke jetuar, duke vepruar në praktik këtë fjalë madhështore. E lutim Allahun Azza wa Jall që të na bëjë prej atyre të cilët jetojnë me këtë fjalë. Allahu na bëj prej atyre të cilët vdesin dhe kanë fjalën e fundit nga këtë dynja, fjalën la ilaha illallah. Allahu na bëj prej atyre të cilët do të përfitojnë nga kjo fjalë ditën kur do të takojnë Zotin e botrave. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.